Dhe mu, në protest, edhe me thanë, vazhdoni, luftoni, ju dua fort, Rama bur, Berisha bur! Dua vëmendje maksimale për të dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm. Dua t'jap një mesazh shumë të rëndësishëm për shqiptarët dhe sidomos për shqiptarët në Kosovë, shqiptarët në Ilirit, shqiptarët në Luginë dhe në Malsi, se ne që jemi këtu ju duam shumë. Ne nuk e mohojmë kontributin tuaj në luftë edhe kur juve ju instrumentalizojnë kundër nesh. Për ne prap jeni herojnë të asaj periudhe. Po nxisim për çarje, por ne ju kthehemi vetëm me quën e dashurisë vllazërore. Kështu që i bëj thirrje të gjithëve të shtunën në datë 27 qershor kemi protestën e radhës kombëtare. Kështu që i ftojmë shqiptarët nga të gjitha qytetet të bashkohen në mënyrë masive për të treguar forcën e popullit shqiptar. Mos harroni se kur Shqipëria administrative është mirë, është më mirë edhe Kosova, është më mirë dhe Ilirita. Se ne nuk jemi këtu për ta dëmtuar shtetin shqiptar. Ne jemi këtu për ta bërë këtë shtet më të mirë për të gjithë shqiptarët, si në Shqipërinë administrative dhe kudo që janë në troje dhe në diasporë. Edhe një herë mos harroni dhe shpërndajni sa më shumë. Data 27 qershor është protestë kombëtare për t'ju thënë këtyre se ju erdhi fundi. Rama bur, Berisha bur, të gjithë ndjekësit e tyre politik që kanë vendosë, kanë ngritë dorën për ligje që kanë dëmtu Shqipërinë në burg mbas tyre. Sot kam dalë para jush të flas për rastin e tyre pushtetarëve, sepse përveç linçimeve që kanë bërë të gjallëve, Taulant Palla, si e gaj? Taulant Palla tje kanë nxjerrë një listë duke i quajtur luftëtarët e dej nga Shqipëria që kanë shkuar të japin kontributin edhe jetën e tyre për troje shqiptare, kanë nxjerrë një listë duke i quajtur mercenar edhe dëshmorët e atdheut. Ky është një turp i madh. Po t'ishte Taulant Palla një shqiptar i vërtet, do të kërkonte falje, besa nuk do të dilte më kurrë në televizione dhe në vendet publike. A mund të quhet mercenar një hero kombëtar i mbar trojeve shqiptare si Tahir Mal Sinani, një njeri që zemra e shqiptarit çohet pesh sa herë që i përdoret emri. Emrat e dëshmorëve janë lavdia e kombit tonë, janë nderi, janë krenaria, janë digniteti i çdo shqiptari. Taulant Palla, që i shërben rrumballës më të madh Edi Rama dhe gjithë kazani i tyre i mbeturinave pushtetare, kanë filluar linçimet dhe me linçimet e tyre kanë treguar poshtërsitë e veta. Ne, të gjithë ne, që kemi marrë pjesë në luftën e shtishtimtare të Kosovës,
i kemi dhënë shpirtit atë dheut, dhe nuk mundet Taulant Palla me shok të na bëj biografin. Prandaj qytetarë të nderuar shqiptar, të gjitha trojeve, ata janë munduar që të bëjnë një distancim dhe diferencim sipas kauzave dhe sipas doktrinave të Çuprelovicit, që shqiptarët i mbajnë të ndarë. Ata kanë thonë, pra këta në bashkëpunim me disa deputet të dështuar andej Drinit, janë munduar që t'i ndalin shqiptarët mos të bëhen bashkë për një kauzë kombëtare, për një Shqipëri më të mirë. Unë jam i pajtimi që shqiptarët që nuk gjenden brenda Shqipërisë londineze mos të vinë kur janë në çështje pyetje të partive politike, po kur janë në pyetje çështja kombëtare për një Shqipëri më të mirë, të gjithë kemi detyrë të jemi këtu. Dhe të gjithë duhet të jemi këtu. Pra, të gjithë jeni të mirë se ardhur në shesh, sepse këtu nuk mbështetet asnjë parti politike. Këtu kërkohet rrëzimi i sistemit 36 vjeçar, sistemit mafiozë shtetëror, dhe ata që vinë këtu janë për një Shqipëri më të mirë. Dhe çdo shqiptar ka të drejtë të ngrejë zërin për një Shqipëri më të mirë. Mos të udhëhiqemi nga rrumpallët dhe nga Taulant Palla, nga ata që veç vlerë nuk kanë në mendje dhe në trupin e tyre, nga ata që trupi nuk i skuq më, sepse janë pajtuar me faqen e zezë. Por populli nuk është i tillë. Populli mlidhet këtu vendosmërisht dhe do të qëndrojë këtu deri në tërheqjen e kësaj qeverie kriminale, kësaj qeverie tradhtare, që Kosovës t'i ka dhënë barriera më shumë se çdo shtet tjetër, që Kosovën u mundu me shit, që Kosovën u mundu me atënimu dhe me largu jashtë arenës ndërkombëtare, duke munduar që Serbin të stabilizojë dhe ta quajë si faktor stabilizues në Ballkan. Është pikërisht Edi Rama, ai që u thoi ke për Kosovën se ky është një shtet me komplekse dhe Serbia na qënga, Serbia genocidiale, na qënga një shtet faktorizues. Është një turp për ne që kemi duruar deri sot atë plerë që të flasë në emrin tonë. Ne nuk harrojmë sepse Edi Rama dhe marionetat e tij në kuvend nuk e kanë miratuar genocidin sërb mbi Kosovë. Është turp për ata, po edhe për ne që nuk jemi çuar me njerë për ditës parë. Po ne kemi lejuar të përmirësohen. Nuk përmirësohet faqja e zezë nga faqezin që janë brenda. Ne duhet të ngrihemi në çdo ditë, edhe më shumë. Ky vlla jonë është invalid dhe sot është këtu me ne. I të gjithë ju që jeni më të shëndetshëm fizikisht, duhet të jeni këtu, sepse zemra e shqiptarit nuk ndalet në asnjë çast. Të jemi këtu t'i lejmë para gjykimet, nuk i shërbejmë asnjë partie politike. Faleminderit. E kam nisur fjalimin gjithmonë duke kërkuar